Çmimet e reja të derivateve kanë goditur ndjeshëm xhepat e qytetarëve. Një tjetër rritje nënkupton një tjetër goditje për buxhetin e tyre familjar. Të pyetur rreth çmimeve aktuale të derivateve, sidomos dizelit, qytetarët plot revolt shprehen kështu. Katastrofë që janë me ultar. Ju duken çmimet larta? Shumë. Pagat? Minimale. Por çmimet e reja janë katastrofë. Mjerim është për këtë popull, politikanët tonë janë katastrofë. Nuk ka kujdese ndaj popullit tonë që shumica janë pa punësime me rrogat dopta, nuk kujdesen. Këto partitë tona shqiptare janë vetëm për karrige. Nuk ju intereson as pak për popull. Si në çështje kombëtare, si për punësim, si për krejt drejtimet. Qytetarët të zemruar gishtin drejtojnë nga pushteti pasi sipas tyre, pushteti nuk bën mjaftueshëm për t'ju dalur në ndihmë. Ata thonë se edhe më shqetësuese është fakti që çdo gjë është drejtuar me një tempo të lartë, ndërkaq vetëm pagat jo me të njëjtin ritëm. Ata thonë se fuqia blerës e RMV-s është shumë e ulët krahasuar me atë të rajonit. S'kam vetur, po shtrenjtë janë. Nafta shumë ka për stepri, qatë rrugët se kimi sa i për nafti. Çmimet e naftës nuk shkojnë me realitetin, sepse çmimet kur në atje në botë rritën, ne kemi rezervat me çmim tjetër. Dhe derisa po argjohen ato me çmim të ri, po zbret çmimi mandej në berzën e botërore. Sipas standardit tonë janë të mjaft me çmime të larta. Shteti duhet të gjejë mënyrë. Ai e ka shtetin e dorë, buxhetin e dorë. Shumë shtrejt nuk e di çfarë t'ju them. Qytetarët thonë se nuk mund të kërkohet nga ata të përballojnë çdo krizë, ndërsa institucionet sipas tyre nuk bëjnë mjaftueshëm për t'u lehtësuar barën. Me shtrejtimin e naftës duket se durimi i qytetarëve ka shkuar drejt fundit. Ata porosisin pushtetin të mos harrojnë se 1 litër dizel paguhet me pagë mizore minimale, e cila nuk mjafton për të mbuluar shpenzimet e muajit.